Mbi 900 familje rezultojnë të përmbytura nga rreshtit e ditëve të fundit në bashkinë e Durrësit. Zonat më problematike janë kjo e Kënetës, ku pjesa më e madhe e familjeve kanë kaluar orë të vështira gjatë natës dhe uji qëndron ende nga 30 deri në 50 cm në banesat e tyre. Zona tjetër problematike është ajo e Shkozetit dhe e plazhit, ku uji nuk është larguar nga banesat, por dhe nga bizneset. Burimet zyrtare nga Bashkia e Durrësit bëjnë me dije se janë ngritur 15 grupe pune në terren për të verifikuar dëmet e familjeve, ndërkohë që shtabi i emergjencës ka kërkuar ndihmë nga Ministria e Mbrojtjes. Në terren janë grupet e ushtrisë, kryesisht në zonën e Kënetës në Durrës, ku rezultojnë edhe kanalizimet të bllokuara dhe uji qëndron deri në 50 cm lartësi në një numër të konsiderueshëm banesash. Janë banorët e kësaj zone të cilët bëjnë apel për ndihmë. Ata kërkojnë që grupet e verifikimit nga ana e Bashkisë së Durrësit të vinë për t'ju dhënë ndihmën e parë, pasi lartësia e ujit ka shkuar në 50 cm brenda banesave, duke shkaktuar dëme të pallogaritshme. Sipas tyre, kjo është hera e tretë brenda një viti që ata qëndrojnë të përmbytur, ndërsa dëmshpërblimi nga ana e Bashkisë së Durrësit ka qenë minimal për shumë familje. Atëherë si paraqitet situata në banesën tuaj? Si po paraqitet situata? Jo shive këtu. Uji ka qenë sipër kësaj këtu, kësaj të ujit. Llorita ja ku ka nivelin, 2 metra. Është fund të dikë unë. Ku 2 metra ujë në rrugë kryesore, atje ka qenë 2 metra sa. Në shtëpi sa ujë u fut? Ujë, ku e kam marrë shtëpinë, sa për shtëpia? A me ujë. Ja ku doli gruaja të hiç këtë e po, a me ujë shtëpia. Ka ardhur dikush gjatë kësaj periudhe? Absolutisht. Ka ardhur mram, erën gjë ministri, ja kam thënë zotë ministër, këtë se vinë, bëjnë shoh, se po kemi ardhur me të ndihmu. Jo mu, me ndihmu komitetin. Që mi ka një ministër, që kuna nuk ja ka i den, ajo ministër mbrojtje. Ai ka për luftë, për mbrojt shtetin nga afilërore, do të kam ardhur me tap kanalet. Mbrëm si e kaluat? Mbrëm kam shku ke kolishenca, kam qu atje, ftofët ja kështu këmbra. Me di badania, as grofe as i qenë. Sa veta jeni në? 2 veta, unë me grunë. Vetëm me grunë. Kalut natën atje. Po atje ku shkoj? Sot jeni kthyer në shtëpi? Në orë 5 kam ashtu. Si e gjetët, ishte niveli ujit pak më pak? Është niveli ujit është një 100 metra më poshtë. Është me ujë komplet. Ai kryetari i bashki i komunës do më ujë poshti. Tani, i tham kryetarit komunës, i tham kryetarit të bashkisë, që ka 10 vjet që bëj kërkesa për të hap kanalizim këtu. Tu s'ka kanalizim. E shoh ka makina? A që në fund fare? S'ka asnjë lloj pusete. Kjo nuk është hera e parë që ju përmbyteni. Kjo është hera e tretë që unë përmbytem. 10 milionë lekë kam shpenzuar në janar, se ran komplet sabatimet. U hëç ajo pllaka komplet doli sipër. E shkadrova. I mora pa atë borx, jam hala firma borx. Dhe sa herë jeni dëmshpërblyer gjatë kësaj? Asnjëherë. U i kam këtë me foto. Kanë ardhur disa herë, kanë nevojë para, kanë ardhur disa herë, xhafikset e kanë thau deri aty. I kam foto gjitha. Tani u thanë që janë ngritur edhe 15 grupe verifikime për dëmet. Kanë ardhur? 105 kam gjetur. Akoma asnjë. Akoma asnjë. Nuk përmbymi, ne përmbymi nga ajo si thonë nga një liçen këtu. Se ka pushu shiu, dje. Në orën 1 deri në orën 5 të gjysmë kom hikur, tu vazhdo të uji. Doli deti nga shtati. Doli deti nga shtati, hosh fatkeqësi, na vjen keq për gjithë, edhe për shtetin s'ka ç'më bë. Po jo se atë liçenin e ka dikush privat. Kokat e kanë, jo unë e ti e qëti, e kanë kokat. Se bën 3 herë që dhe liqeni, në përmbyt me këtu. Para 6 vjetë, në kanë atë 5 vjetë aty poshtë. Këtë herë sa mund t'jetë vlera e dëmit? Vlera e dëmit që lujtë mo, jo shkon 5 milion, ka bu futrove të reja komplet. Një 15 milion. Ikën, në tokë nuk jetohet. Edhe unë kërkoj, për ne kam morë numrin e telefonit, kërkoj që të më gjojnë stërhim shteti. Unë nuk futëm ma në mas qëfje ty. Edhe kërkoj nga ai kryetari i invalidëve, të invalidët të punës, të vjetë takohet, se jam invalid punë, ja ku kam aty skemë. Ja vuj nga kockit, nga kockat, vuj me ftofje, jam me buqi, jam me gjitha punjet. Unë që të këtë aty. Apeli juaj është që të sistemohet duhet të sistemohet me shpije me gjitha. Me shpije gjitha, s'ka një. Situata këtu ke ju është ende e vështirë. Ju keni përmbytje në shtëpinë tuaj? Kemi. Po, në përmbytje në vend me lizor ka ngel. Sa shkoi niveli ujit brenda në shtëpi? Po, kaq. Dëme keni pasur shumë? Shumë.
Në krahasim me një ditë më parë, si është situata sot, është më mirë? Po, pak, si. Po, Kjo e sa da herësh ju përmbyteni? gjithmonë kemi. 25 vjet që kemi këtu, e përmbytë gjithmonë. Dhe nuk është gjetur një zgjidhje që ti evitojë. Jo. Çfarë kërkoni sot? Po, qa kërkon me, së di. Atëherë po e hiqni vetë ujin? Po. E keni siguruar vetë pompën? Jo, na ka sjell tot shtetit. Po, ti e ke? Po. Atëherë shteti deri në tani nuk është bërë i gjallë, thonë? Po shikojmë njëri këtë rrotull. Si është situata brenda në shtëpi? Det. Deri ku ka arritur niveli i ujit? Deri 6 cm brenda shtëpi. Ku e kaluat natën? Për jashtë. Për miq, ku kemi pasur. Sot si paraqitet situata tani që po e largoni, duket pak më mirë? Po, qa mirë, Si kënë ujtë asme qësh? Kjo nuk është hera e parë që banorët e kësaj zone përmbyten. Disa ta herë. Dhe dëmet që ju Njërë janë 2-3 muaj këta shkaktuar? vas kemi që bjeshin. Dëmet që ju janë shkaktuar? Shumë, gjitha. Që tek, Dëm shpërblime, keni marrë ndonjëherë? jo, Po tani shpresoni sepse është thënë që janë ngritur disa grupe verifikimi për të bërë verifikimin e dëmeve. Inshallah, mendojnë dhe ata si për njerës. Se ne s'jemi Sa mendoni se mund të jetë dëmi aktualisht? shtëpia komplet, ka di parë. Komplet. Çfarë kërkoni? Ndim, qa kërkojmë? Pak të bëjnë zgjidhje për ujtin, se gjatë tjetër të na mbajnë krahas dum, jo. Faleminderit. Si keni hallin? Jemi musë me ujë, jemi përmbytur. Kemi shumë vetësi, si do gjë për sa më probleme, kanale. A quhet Kalamet shkollë? Ku, si qova, që jam i dudruar, nuk kujtoj dot, se s'bëkur rruga, ku t'kaloj? Makina të sasur, makina kam të prisur. Sa ka shkuar niveli i ujit brenda në shtëpi? 1 metro, po thuaç. Ku e kaluat natën? Natën të kumsiu, ka dytë, që të bëjmë. Sot si paraqitet situata? Dhe sot ata thonë që të bjen shi prap një avas, por ne po qenë kështu, i bie që mbytemi të jetën kështu. Dhe nuk është hera e parë që përmbyteni. Jo, se era 4, të tani. Për 6 muaj jemi mbytur 4 herë tani, për momentin. Nuk e di, 6 muaj. Sa llogaritën? Po dame sa duhet, me lavatriqe, me divan, me ndjerë gjesa për jashtë, se nuk bëjnë me lavatriqe, frigorifer, ta janë kundra bufe jashtë për dërimit, nuk dim ç'a të bëjmë, nuk është pa besues me kjo gjë. Besoni se do të merrni dëm shpërblim nga shteti me që janë ngritur dhe grupe verifikimi? Po i sallat na ndihmoj se veneve njësh jemi, ç'a të bëjmë? Herën e shkuar e morët dëm shpërblim për përmbytjet që patët? Jo, nuk i kemi bërë gjitha letrat, i kemi bërë ato dhe kur vjen fundi asnjë gjë s'na thënë. Një apel që keni sot? Hë? Një apel që keni, një kërkesë. thirrje. Po thirrë i lutëm shtetit na ndihmojnë, pastrojnë kanalizimet, ta su se po qetë se kështu del veshpia jashtë përdorimit. To, duam të lutem. Atëherë përmbytur sërish. Doamă, e foarte simplu pe și grau, pe dășăneani mâine, în sunt mâine. Drept mă bine. E mă bine pa, fărgăferă pa, levătărice pa, divană pa. Câte zoși, câte doși, nu mă am, mult fond 2 milioane de dom. Mă te-am 2 milioane, că am 1 milioane. Atë është jo 3 heq në rrende. 3 Si heq. paraqitet Nuk keni situata farbesim. sot në krahasim me një ditë më përpara? Është ulur disi niveli i ujit? Niveli ku a bësate, i tetë unë nëtë kërvat, unë që poshtë. Hosh oj plau nuk gina vapë sonde në, se ka ullë sonde, nuk një vapë. Hajra, fëtë. Ku fjetet mbrëm? Një të si pujtë kërrat, si pujtë. Ti se pëson në pret një vdekë shumë unë i me që pësë pse. Ku të shkojmë, ha. Xhaxha, ke një kërkesë sot për autoritetet, për bashkinë? Për kërkesa du, po kush i zveton, kush i bën? Cila është kërkesa jote sot? Kërkesa ime, pa e dëmtoj, pa e vlepsoj domin, dhe japë si më sajtë kuj sa këtë blerën modhi, nuk më kërët më japë shumë, ja, të shumoj, sa bën. Dikush ka ardhur deri më sot në Një shoh? dhe, nuk vi venet vend, tukë ne nuk vi venet. S'kart njëri. Atë, ka që pishë. Nuk më anë me gjithë të gjojnë që bëta. Nuk më anë. Faleminderit. Po tani juve hall keni. Atëherë si paraqitet situata sot e kjo? Gjënja më katastrofë. U bon 30 vjet që jetoj këtu, s'maj më në herë si këtë rallë. Arsyet,
Nuk e di, thënë. Si e kaluat natën? Natën, për krevate si për ku ne. Sa ka arritur niveli ujit brenda në shtëpi? 80 centim. Sot, si paraqitet situata, është disi më ndryshe nga dje? Po, është ul pak, po unë akoma e kam edhe në borë, edhe në shtëpi se s'kam pompa. A i quat fëmijët Po në unë shkollë? s'kam pas mundësi, ha? Fëmijët në Jo, shkollë. e kam shtëpi ku ta sheh, zonë, me sa ta sheh. Erdhi dikush nga autoritetet kryetare? Absolutisht, pra unë ato po dal këtu, e zonë, kam njoftu edhe tam, emergjenca civile këtam, dhe absolutisht Çfarë ju asnjë. thanë kur i kontaktuat? Os gjon, prit se do vim, me thonë, po.Ës me pompa ty. Mosh me unë s'kam pa as komunës, as kuzonës. Sa lekë është përgjith. dëmi që u shkaktuar? Si? Dëmi që u Nuk shkaktuar. me vlerësoj vetëm ambienti mrena e shtëpisë, ajo është e pabanueshme më. Nuk jetohet aty. Mobiljet. Por mobilet e krejt me Kjo nuk është hera e parë që ju jeni përmbytur, është e po herë disata treta. Po brenda siksa rradhe, aktiviti? brenda aktiviti. dhe dëmshpërblime keni Dëm marrë. shpërblimi im nga të folën për televizor të folë, të gjithë ta që janë përmbyt kanë morë ka 4 milion, ka 5, ka, ndërsa imi ka dalë me 1.200.000 lekë vjetra. Kjo është dëm shpërblimi që më kanë dhënë këta. Po pse? Po unë jam demokrat, Aha. i Mendoni përsekutu. se edhe këtu futen ngjyrat partijake? Është pa imagjinueshme. Këtu është katastrofë për këtë lloj problemi. Unë i kam edhe me letra, edhe kush doj që të vi, let ma binë edhe komisionin, kam kërku komision pa u përmbytur tash, para 2 javësh. Hajde verifikonin shtëpinë, gjendjen e shtëpisë time, nëse s'është reale, po ndërsa dikush si ka hi pik ujë, ka mosh 7 milion lekë. Po, në ato i di me emra, se të kujt janë, kush përfaqësues janë, Të kujt janë ata? Partisë Socialiste, drejtues të Partisë Socialiste. Që ke komuna, kryetar komune, e me radhë, e që ke bashkia. I bëjnë listat selektive. Nuk është se bëjnë, hajde verifikoj damin, unë s'kërkoj as favore, asa. Më vlerëso damin, po ke në rregull. Faleminderit. Asgjë, ju lutem. Dhe ka do ma im se ajo kretarja bashkisa të ba pallat, orbi ku i se ka nërbe për ne. So përbytëm 3 herë i kokër le, po s'ka do. Pse në odhë ka? Ju ne se bani ato kronika të nga por. Atëherë, e bëjmë sot Sive, lumë. Tim të bëjmë. Këtë janë poshtë, këtë pa, jashtë përdorime. Hajde pra. A keni kërkuar te komuna, e keni marrë? Po kemi kërkuar do vinë. Po, do u vinë, s'ka rrugë tjetër. Do na thuash një dy fjalë? Po pra, po, ja një sekondë. Edhe ujin kape që të në të. Mos ke të me dyta, në? E gjeni me pompa? Po, ja, nëse edhe kanë po. Me pak. Ta po në vend të i këna ndeve dhe prapë. Tëra, që bëjmë me ta? Ka vla shko për pamë. Gjerokovska.